ndryshimin e 1990-ës dhe Kushtetutën e 98-ës e kanë vrarë me thika mbas shpine, edhe Kushtetutën dhe ndryshimin demokratik, revolucionin demokratik në 90-ës, duhet shpërbër në parlament. E dyta është një referendum për drejtësinë. Djata si 1912 dhe Zoti Sheri, që është deputet i bashkuar bashkë me ne në parlament, kemi qenë të vetmet subjekte politike që kemi deklaruar votën për zgjatjen e mandatit prokurorëve. Pse? As për spektakël, as për patetizëm, as për të bashkuar me 7% shqiptarëve për 5 vota më shumë. Jo. Sepse rregulli i ligjit, zbatimi i ligjit, barazia para ligjit janë elementët themelor të një demokracie funksionale dhe republike kushtetuese. Sot nuk ka barazi para ligjit, në këtë vend sot siguria dhe barazia ligjore janë goditur në themel, po të marrë vetëm çështjen e pronave. Kryeministri Rama dhe kushdo kryeminist tjetër me këtë fuqi që këta i kanë dhënë mbas ndryshimeve kushtetuese 2008, siç e tha dhe Pano shumë mirë, marrin sot atributin e marrjes së pronës së Ilir Babaramos, që nuk i kthehet prona, i është rrëmbyer 45 vjet, dhe nuk i kthehet 35 vite, të japin Panos si investitor strategjik. 12 vjet, kjo qeveri nuk ka dhënë një vendim në Agjencinë e Trajtimit të Pronave për kthim pronash. Partia ime demokratike ka lënë 33.000 dosje pa prekur për vendime kthimi, kompensimi fizik apo financiar të pronave. Unë nuk e di nëse ka një vend në botë, një vend antar të NATO-s, apo në një vend antar të Bashkimit Evropian, që të drejtën e pronës nuk e konsideron të drejtë natyrore të njeriut bashkë me drejtën e jetës, pra për të nështruar një gjykimi të drejtë në gjykat. Këtu është goditur themeli shtetit drejtës, themeli kushtetues e cila thot, prona trashëgohet, shit blihet, dhurohet. Tashmë, prona këtu grabitet dhe i falet dikujt tjetër. Po të parë një aspekt. Jo, dhe parashikimi donë që mundet të shtetëzohet për interes publik. Po, ata që përmendi ky zotëria, që janë nga njerëz më të pasur në Shqipëri, nuk janë interes publik, janë si përmarrës privat. Nuk janë interes publik hotelet. Hoteleria nuk është interes publik. Interes publik janë ujëselsat, shkollat, kanalizimet, siguria kombëtare, komisariatet e policisë, repartet ushtarake, ato që janë baza e shtetit. Për pjesën tjetër, shteti do ta blejë pronën. Edhe kur ta merr pronën, duhet ta blejë me çmim tregu, me dëshpërblim të drejtë. Edhe kur bëjnë autostradë. Çfarë bëjnë ta? Ktu kemi gabime edhe ne. I mbani mend në vitin 2013 kur filloi Unazare, me bashkinë tonë drejtë. Ja u merrin shtëpitë ja u prishin me 1.000 euro metër katror, u jepnin 200.000 lekë vetra metër katror banorëve. E din çka bëri Robelia sot me tërmetin? I kanë nxjerrë njerëzit jashtë, kanë shëmur pallatet e ura vajgurore, kanë kap njerëz në stadium duke parë ndeshje me djalin. Duke qarë, burra nga 50 vjeç, nuk kanë dhënë një guzhinë te bregu lumit. Kush janë këta? Kush janë këta që janë pronarët tanë të Shqipërisë? Dhe u kalon baba? E kanë marrë me dhunë? Jo, e kanë marrë duke deformuar sistemin. Prandaj po them që 2 referendumet kryesore 11 maj është referendumi për të vazhduar betejën për listat e hapura, për t'i kthyer ose një majoritar të korrektuar. Si të duan këta? T'i kthejmë sovranitetin popullor parlamentit. Okej, që mos kalojmë tek dyta, drejtësia. Pastaj për tjerat kemi kohë. Do kemi kohë të flasim. Regjia, ju lutem më lidhni me zotin Bidon. Bidon mirëmbrëma. Faleminderit pranove ftesën. Faleminderit për ftesën. Në situatën e krijuar, kur jeni duke kërkuar mandatin e 4 si Parti Socialiste, ti pak a shumë e shikon dhe nga jashtë se nuk ke qenë pjesë e strukturave të Partisë Socialiste. A mendon se gjithë to skandale të njëpasnjëshme, gjithë to hetime që kanë ndërmarrë SPAK-u, edhe arrestime në të njëjtën kohë, a do të ndikojnë në perceptimin e Partisë Socialiste në zgjedhje? Po në fakt gjitha veprimet e ndërmarra nga SPAK-u nuk kuptojnë që SPAK-u është një institucion i pavarur i cili po funksionon dhe po funksionon i pa ndikuar apo i pa drejtuar nga partia në pushtet. Ne në problemin ton 30 e ca vjeçar të tranzicionit kemi pasur faktin që drejtësia ishte në duart e politikës. Ne nuk kemi pasur problemin se drejtësia funksiononte e pavarur. Fakti që drejtësia po funksionon e pavarur këtë herë, pavarësisht të pakënaqësive që kanë këtë drejtim, nuk kupton që është bërë një reformë e tillë e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë dhe për të ardhmen e shqiptarëve. Dhe retorika e ndjekur sidomos gjatë viteve të fundit përkundrejt SPAK-ut fakton që kjo është bërë prej Partisë Socialiste. Dakor, kjo është bërë
edhe prej Partisë Socialiste, se u bën me 140 vota, por korrupsion masiv, a mendoni që do të ndikoj, ose për të ardhur të ym direkt në temë. Zoti Muçi, pak më parë, tha domethënë që në Breg, në jug, merret prona privatit dhe ju jepet disa individëve që rëndom njihen si oligark. Ti kandidon Sarand, çfarë do ju thuash kur të dëgjon këtë akuzë realitet? Mjetra gjas, artitit. Ilir, pikë së pari që të nisi nga pika kryesore. Pika kryesore është që megjithmend është bërë me 140 vota, por ne kemi një retorik të vijueshme gjatë kohëve të fundit që tregon se duan opozitat dëshiron që të zhbëjë SPAK-un. Dhe qytetarët e dëgjojnë këtë gjë. Pra, këtu dua të theksoj edhe një herë që fakti që SPAK-u po funksionon tregon që ne kemi për herë të parë balancë të pushteteve në këtë vend, dhe kjo është një arsye më shumë se duhet votuar Partia Socialiste. Ne të kthehemi tek problemi real që është problemi pronave veçanërisht në jug. Në jug ne kemi një problem pronash të trashëguar, një gjë të cilën unë e njoh edhe kam folur edhe pa pasur petkun e kandidatit për atë problem. Po mirë, zgjidhja është që